Përshëndetje të gjithëve. Sot dua të flas për një ditë shumë të veçantë për shqiptarët, 1 qershori. 1 qershori është dita e fëmijëve. Ndërsa po e regjistroj këtë video nga balkoni im, po mendoj për diçka që na bashkon të gjithëve. Dashurinë për fëmijët. Kjo është pikërisht arsyeja pse 1 qershori ka një kuptim kaq të veçantë në kulturën dhe traditën shqiptare. Për shumë prej nesh, kjo ditë sjell kujtime të bukura nga fëmijëria. Kujtojmë ditët kur zgjoheshim të emocionuar, kur prindrit na bënin një surprizë të vogël, kur dilnim për shëtitje, hanim akullore me shokët dhe ndiheshim sikur e gjithë dita ishte krijuar vetëm për ne. Edhe pse dhuratat apo festimet mund të kenë qenë të ndryshme nga një familje te tjetra, mesazhi ka qenë gjithmonë i njëjtë. Fëmijët janë thesari më i çmuar i shoqërisë. Në kulturën shqiptare, familja ka pasur gjithmonë një rol qendror. Breza të tërë janë rritur me bindjen se fëmijët janë e ardhmja dhe shpresa e çdo familjeje. Shpesh dëgjojmë gjyshrit, prindrit dhe të afërmit të sakrifikojnë shumë për mirëqenien e fëmijëve të tyre. Ata punojnë fort, përpiqen të krijojnë mundësi më të mira dhe bëjnë çmos që fëmijët të kenë një jetë më të mirë se ajo që kanë pasur vetë. Kjo dashuri nuk shprehet vetëm me fjalë. Ajo shfaqet në gjërat e vogla të përditshme. Në kujdesin e një nëne që zgjohet herët për të përgatitur mëngjesin, në përkushtimin e një babai që punon gjatë gjithë ditës për të siguruar për familjen, në këshillat e gjyshërve, në përqafimet, në mbështetjen gjatë vështirësive dhe në krenarinë që ndjejnë të gjithë kur shohin fëmijët të rriten dhe të arrijnë sukseset e tyre. 1 qershori është një festë që na kujton pikërisht këto vlera. Është një ditë kur përpiqemi të kushtojmë më shumë vëmendje fëmijëve, t'i dëgjojmë, të luajmë me ta dhe t'u tregojmë se sa të rëndësishëm janë për ne. Në shumë qytete shqiptare organizohen aktivitete të ndryshme, koncerte, lojra, konkurse artistike dhe evente kulturore. Sheshet mbushen me fëmijë që qeshin, vrapojnë dhe shijojnë momentet e tyre. Por kjo ditë është edhe një mundësi për të reflektuar mbi përgjegjësitë tona si shoqëri. Çdo fëmijë meriton të rritet në një mjedis të sigurt, me dashuri, respekt dhe mundësi për të ndërtuar të ardhmen e tij. Çdo fëmijë meriton arsim cilësor, kujdes shëndetësor dhe mundësinë për të zhvilluar talentet dhe ëndrat e veta. Kur flasim për fëmijët, ne në fakt po flasim për të ardhmen, mësuesit e ardhshëm, mjekët e ardhshëm, artistët, sportistët, shkencëtarët dhe liderët e së nesërmes janë fëmijët që po rriten sot. Mënyra se si i trajtojmë, i edukojmë dhe i mbështesim ata do të ndikojë drejt për drejt në shoqërinë që do të ndërtojmë nesër. Një nga gjërat më të bukura te fëmijët është sinqeriteti i tyre. Ata qeshin me zemër, ëndërrojnë pa kufi dhe na kujtojnë shpesh gjëra që ne të rriturit i harrojmë. Ata na mësojnë të gjejmë gëzim në momentet e thjeshta, të vlerësojmë mirësinë dhe të shohim botën me kureshtje. Ndoshta, kjo është arsyeja pse kalimi i kohës me fëmijët na bën të ndihemi më të rinj dhe më optimist. Në ditët e sotme, kur bota ndryshon kaq shpejt, është e rëndësishme të mos harrojmë nevojën e fëmijëve për vëmendje, komunikim dhe mbështetje emocionale. Teknologjia sjell shumë mundësi, por asgjë nuk mund të zëvendësojë kohën e kaluar me familjen. Një bisedë të ngrohtë apo një moment të sinqert afërsie. Fëmijët kanë nevojë jo vetëm për gjëra materiale, por edhe për dashuri, mirëkuptim dhe praninë tonë.
Për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, kjo ditë ka gjithashtu një kuptim të veçantë. Shumë prindër përpiqen të transmetojnë fëmijëve gjuhën shqipe, traditat, kulturën dhe vlerën e tyre. Kjo është një mënyrë për të ruajtur lidhjen me rënjët dhe për të siguruar që brezat e rinj të mos harrojnë trashëgiminë e tyre kulturore. Është bukur të shohësh fëmijë shqiptar kudo në botë që krenohen me identitetin e tyre dhe që mbajnë gjallë gjuhën dhe zakonet shqiptare. Sot, në këtë 1 qershor, le të gjejmë një moment për të vlerësuar fëmijët në jetën tonë. Le të kujtojmë se sa shumë gëzim sjell një buzëqeshje e tyre, sa shumë energji dhe shpresë përcjell pafajësia e tyre. Le të kujtojmë gjithashtu se secili prej nesh ka qenë dikur një fëmijë dhe ka pasur nevojë për dashuri, mbështetje dhe besim. Siç mund ta dëgjoni, unë jam në një lagje plot me fëmijë të cilët tani kanë dalë të luajnë. Në fund të fundit, mënyra më e mirë për të festuar ditën e fëmijëve nuk është vetëm me dhurata apo aktivitete, por duke u siguruar që fëmijët të ndihen të dëgjuar, të respektuar dhe të dashur. Këto janë dhuratat që mbeten me ta për gjithë jetën. Prandaj, në këtë ditë të veçantë, uroj nga zemra të gjithë fëmijët gëzuar 1 qershorin. Uroj që jeta juaj të jetë e mbushur me lumturi, shëndet, mundësi dhe ëndra të realizuara. Vazhdoni të buzëqeshni, të mësoni, të krijoni dhe të besoni tek vetja, sepse ju jeni e ardhmja jonë. Faleminderit shumë që më dëgjuat, ju uroj një ditë të bukur dhe një festë të gëzuar për të gjithë fëmijët kudo që ndodhen. Gëzuar 1 qershorin!